Mjeku zbulon sekretin, jasi të largoni erën e keqe të gojës. Intensiteti i frymës së keqe ndryshon gjatë ditës për shkak të konsumit të ushqimeve të caktuara të tilla si hudhra, qepa, mishi, peshku dhe djathi, pirja e duanit dhe konsumi i alkoolit. Gjithashtu, duke qenë se goja është ekspozuar në pak oksigjen që është jo aktiv gjatë natës, frymëmarrja është zakonisht më e keqe pas zgjimit. Pika më e zakonshme prej tij vjen nga fryma e keqe që është gjuha. Bakteriet që jetojnë në nëngjuh prodhojnë acide yndyrore dhe janë shkaktari 80 deri në 90% të gjitha rasteve të erës së keqe të gojës. Por ka një mënyrë natyrale për të eliminuar një problem të tillë. Për të eliminuar frymën e keqe të gojës dhe për të evituar gjithashtu edhe problemet bakteriale të saj, ka një përbërje të lehtë. Majdanozi është shumë i lartë në klorofil. Përtypja e majdanozit ose në energjikut mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar higjienën e gojës dhe për të larguar erën e keqe.